Çka mendoni, domethënë kush prej liderëve politik në Kosovë ka pas marrëdhënie më mirë me shtetin Izraelit? Ish presidenti Thaçi, Albin Kurti apo kush? Cili? Po shiqo, këtë nisje të mirë, të raporteve shumë të mira, tash për Kosovë po flas. Për Kosovën ato politik, si mas meje. Çfarë janë djeg ne? I kanë nis Thaçi. Dhe Thaçi ka qenë njëri i dëgjueshëm. Futbolli ka pasur edhe këshilltarë dhe gjitha, kështu që raportin kanë gjithmonë të mira. Ka pas edhe edukime, edhe delegacione që ka shkuar, kanë ardhur e tjera. Thaçi gjithmonë ka qenë i haptë, edhe ai është qasi qëndrimi komplet me stafin e tij, Thaçi me gjithë të tjerë. Politika e Kosovës ka mujtë më me ndru, sepse kjo është qëndrim i shtetit Kosovës. Pik. Nuk e di tash çfarë ka qëndrimin, pra po vazhdon njëjtin qëndrim, është pro-izraelit në Kosovë. Po ju jeni taku me kryeministin Kurti. Çfarë qëndrimi ka? Nuk kemi hina në këso muhabetesh me është ndëgjueshëm se duhet me qenë i akceptueshëm këtë aspekt. Është ndëgjueshëm se ish presidenti Thaçi? Që unë kam prit më shumë prej kam menduar që nuk ka shumë i limituar, është më i gjonë e tjera, po kjo mendim imi personal. Politika është një interes, është gjithçka që unë nuk e kuptoj, kështu që unë pak në aspektin humanistik qyj këto gjona dhe më me gabu. Por Thaçi Pezom ka qenë shumë i konstruktiv këtë aspekt. Shumë racional, konstruktiv dhe shumë punë, shumë dyrë që në atë kohë. Krishtik, pse mendoni që marrëdhëniet e Rama edhe Kurti nuk janë ashtë mira, dhe a mendoni që Rama o bën bullshirri për me u prish Albin Kurti me Vjusa Osmani? Ka hap një debat shumë të madh në fakt. Unë mendoj që Rama po tenton të krijoj një gravitet politik ballkanik të ndërtuar mbi binomin Rama-Vučić për të krijuar një ofertë për botën e re që do të lindë, nga Tel Avivi në Washington, nga Pekini në Moskë, veçanërisht në Bruxelles, që për të marrë vesh në Ballkan duhet merreni vesh me binomin Rama-Vučić. Unë mendoj që ata janë të dy në ikje, edhe Rama dhe Vučić, dhe duke patur parasysh që Rama po navigon fort, dhe kjo që arsyeja pse shkoi dhe në Tel Aviv, sepse Edi Rama e njeh gravitetin e Tel Avivit në Washington, shkoi për të blerë kohë gjeopolitike. Netanyahu e përsolli këtë, dhe kjo ishte arsyeja pse presidenti Trump e priti tek bordi i paqes, edhe pse ai kishte quajtur turpi i qytetërimit. Edi Rama, presidenti Donald Trump, tek CNN. Edi Rama po navigon për të blerë kohë gjeopolitike në mënyrë që të vrapoj në lojën ndërkombëtare, në tregun e madh të lojës kombeve, për të blerë kohë në mënyrë që të manovrojë dhe të blej një mundësi të dytë për ekzistencën e tij politike. Erdhi, e mori e rrëmbeu kauzën e Thaçit, Thaçin të cilin ai e kishte bindur të votojë gjykatën speciale. Po e thonë më herët. E rrëmbeu kartën e Thaçit sepse ai po beson fuqimisht që Donald Trump mund të ketë në planet e tij një rikthim të Hashim Thaçit për të krijuar balancë me fuqinë dhe peshën e fortë Albin Kurtit në Tiranë, dhe u ngjit tek barka e Thaçit, jo për të shpëtuar Thaçin, por për të shpëtuar veten nëpërmjet Thaçit. Ndaj, Edi Rama, duke patur parasysh ofertën që bëri në Frankfurt Allgemeine Zeitung, gazeta e madhe gjermane, shkrim i përbashkët me Aleksandr Vučićin, solli ofertën që ne në Ballkan pranojmë një antarësi të nivelit të dytë në Bashkimin Evropian, me kushtin që të pranoni leadershipin e Ballkanit mes binomit Thaçi-Rama. Kush është lojtari i tretë që e prish ekuilibrin apo është plank prishësi? Është Albin Kurti, i padëgjueshmi i Kosovës. Dakord? Edi Rama ndërtoi skemën dhe mendoi që një aleancë e tij me Thaçin, me Ali Ahmetin dhe me Vjosa Osmanin mund të shkaktojë një trinom i cili e rrethon Albin Kurtin dhe e rikthen Ramën në pikën kulmore të gravitetit gjeopolitik në Ballkan për të marrë ofertën nga bota e re, nga Washingtoni dhe nga Brukseli, si lojtarët më dobishëm, dhe kjo nuk realizohej pa e godit Kurtin me një lojtar simpatik si Vjosa Osmani, e cila për mendimin tim ka bërë një gabim gjykuar që ra pre e kësaj loje. Kur prej tek takimi me Gjuriqin?
Unë nuk mendoj që kjo fillon dhe lidhet me takimet caktuara. Unë mendoj që tash mundësin me folë gjërat që nuk janë fahime, nuk do ta mbaroj vetëm një fjali? Vetëm false. Vjosa u tregua e pavëmendshme sepse Vjosa nuk e njeh natyrën dinake të Edi Ramës, do ta përdor dhe do ta hedh. Edi. Sepse Edi nuk ka miq. Dhe Vjosa, në qoftë se kishte nevojë të rivalizonte Albinin këtu në Kosovë, mund ta bënte betejën dhe është krejtësisht legjitime. Unë jam kundër që Albini të marrë gjitha institucionet, të marrë edhe presidencën, edhe gjykatën kushtetuese, edhe parlamentin, edhe qeverinë dhe të gjitha. Sepse kjo ndërton diktatorët e ri. Megjithatë, mendoj që Edi Rama e kishte nevojë për një lojtar të fortë në Prishtinë, në kohën kur tha që është në Hag, për të krijuar ofertën e re për leadershipin e botës re, që duhet vini të merreni vesh me mua për të kontrolluar Kosovën, Ballkanin, që do ta drejtojmë unë dhe Vučići në binom. Po doktor, se jemi në fund. Është të troje tash foto politikë, është kjo punë jone, po tash pasi. S'ka problem. Do të kushtrimi vjerët me politikë, atëherë. Kreshniku, fal. Do të Kreshnik, kë fal. Politika është interes, është biznes, është gjithçka. Dhe fatkeqësisht të troje të hapësina shqiptare gjithkund janë një farë edukimi në kujtesin tonë të keqe protoplazmatike të udhëheqës politike gjithmonë ka një farë rrugë, gjithmonë kanë dëshirë të jenë autokrat, jenë vetëm, të jenë kryesorët e tjerë. Dhe kjo është të gjitha partitë. Ndoshta kjo edhe ka rrezu thoqin. Sepse do një njeri mi pasë në dorë gjitha, edhe gjykatën, edhe ministrit, edhe gjithçka. Kjo nuk shkon kështu. Dhe njëre për gjithmonë duhet të përshtatemi kërkesave demokratike dhe rregullave të një civilizimi. Tash, është njëjta situatë prapë endet me Edi Ramën, edhe këtu ato s'po hinë politikë, sepse nuk është punë e mia. Edi Rama është një njeri i cili disponon me një dinakri të madhe politike. Politike si duhet një njeri dinak. Dinak më i madh është Vučići, tash që unë i shok i tij ose kundërshtar i tij, po trepezom të tregoj tuaj që kam dëgjuar. Vučići ka thënë në një moment shumë kohë të fundit, mos menon ai që unë si kuptoj dredhit e Ramës. Domethënë ata po menojnë që unë s'pi kuptoj, po unë veç po ja marrë çefin. Po edhe Edi Rama i din këto gjëra. Kështu që po lutem politikë e madhe në dinakrin mes tyne dhe ajo që është më e keqe është ajo që unë në një moment i pata thonë Albinit në një pranim takim të shkurt që kemi pas, që është mirë kur ka marrë herën e dytë mandatin. Është mirë që me opozitë me bashkëpunu sepse ka me pas vendime shumë të mëdha ku është shumë më mirë me opozitën bashkë me zgjedh këto probleme. Edhe mos mi met qoftë për të mirë se të keqë që faj një udhëheqësi, po së bashku me kry. Këto hapësina udhëheqësit politik nuk po dojnë me bashkëpunë mes tyne dhe